Tirana, e cila ka një start fantastik në sezon, më të mirë në 17 edicionet e fundit të 6 fitore të një pas njëshme të kryeqytetësve. Te Prishtina në port Gjokaj, Vitia Limani Mamengi në vijën e fundit, 4-shja në mesfush, Bytyshi Zeqiri Namani dhe Salletić. Dhe 3-shja sulmit Taipi, Ilijevski dhe Veliu. Valmir Veliu dhe Mario Ilijevski, të dy kanë realizuar nga 5 gola. Fillon duelin Zahir Pajaziti. Goditja nga distanca. Knapi. Kjo mund t'jetë situatë rrezikshme tani. Knapi, Goditja. Dhe shumë pra portës ishte kjo. Muhamet Hyseni. Knapi në drejtim të Muhamet Hysenit. Ilijevski, bukur atje te Veliu. Veliu tani në rast. Veliu e kalon edhe Çoriçin. Dhe faul në fazën e sulmit nga Valmir Veliu. Por secilën në skuadër nga një. Pasi mirë nga gjelbrim Taipi aty, Veliu, lëvizje mirë, Goditja! E rrezikshme me gjitha të mbi. Rrezikon seriozisht të Valmir Veliu, lëvizje shumë e mirë, 2 kundërshtari qiti nga loja Taipi. Veliu, kapsir Veliu, Hamdi Namani, pozicioni rregull, rast ideal, Veliu dhe Ilijevski, vazhdon rreziku. Taipi dhe në fund Çorić. Edhe njerë Ilijevski blokohet. A tani Hasan Hyseni shfrytëzohet gabimi apo jo i Mamengit. Hyseni, kranë djathtë Muhamet Hyseni. Mund t'jetë situatë rrezikshme kjo, Arkimi aty dhe 1-0. Sa triut, 40 minuta loj. Në kranë djathtë dhe reagimi. Valmir Veliu, pasi me mirë aty te Mario Ilijevski. Ja mundësia për Prishtinën tani. Salletić del për herë të parë. Arianit Asadi, Knapi, pozicioni rregull, Knapi, 2-0, realizon francezi. Pasim të shpejt nga Goditja e lirë, Arianit Asadi, Zeqira do të provoj Goditjen, Zeqiri ka mundësi, Zeqiri Goditja dhe Mamengi gjithja, kombinim i mirë aty, Mamengi tani rasti dhe Çorić përsëri. Është hero i skuadrës. Vendose mbetet 2-0 dhe kroati është më i merituari për këto. Mundësia tani këtu dhe ja 2-1. Me njerë zëvendësimet në skenë Leo Kryeziu në momentin më të mirë realizonte. E o njerë aksioni, Mamengi po ashtu kysht atje nga krau i majt dhe asistim i mrekullueshëm nga ana e Gjorgje Salletić për Leo Kryeziun. Gjëska pas 6 ndeshjeve